Është ky njëri ndër shumë aktivitetet e studentëve të Kolegjit Evropian Dukagjini. Kësaj radhe, studentët shpërndajnë dhurata për fëmijët të qendrës së jetimeve në Klinë, e cila është e vetmja në rrafshin e Dukagjinit. Lirim Lani, kryetari i studentëve të kolegjit, tha se pasuria më e madhe një kombi është humanizmi, andaj ata kanë zgjedhur pikërisht këtë qendër për t'i ndarë dhuratat. Duke pasur për bazë gjendjen mentale të jetimeve në Kosovë, ne studentët e Kolegjit Evropian Dukagjini, faktikisht bashkë me stafin akademik të Kolegjit Evropian Dukagjini, kemi targetuar këtë qendër të jetimeve këtu dhe më atë rast kemi marrë donacion nga vetë studentët e Kolegjit Evropian Dukagjini dhe stafi akademik i saj, mirë po kemi marrë një donacion në dhurata të caktuara nga kompania Nedex, ku qëllimi i dhurimit të këtyre dhuratave ka qenë që me këto dhurata gjeni përkraje dhe një gëzim për këta fëmijë jetima që janë lënë dorë nga shoqëria dhe më atë rast ne urojmë këtyre sukses dhe shëndetën e jetë, duke mbesur me shpresë na studentët e Kolegjit Evropian Dukagjini. Kjo iniciativë nuk të mbetet me kaq, për arsye se kemi dëshirë dhe shprehim dëshirën që kompanitë e mëdha të cilat gjenden në Kosovë t'ju ndihmojnë këtë fëmijë jetima, për arsye se pasuria më e madhe në kombi është humanizmi. Edhe fëmijët dukeshin shumë të gëzuar që takuan baben Dimer, i cili bëri shpërndarjen e këtyre dhuratave. Studentët e Kolegjit Dukagjini thanë se gjithmonë do të vazhdojnë me aktivitete të tilla, me të cilat do të mundohen t'u dalin në ndihmë komunitetit.